Shpëtimi, mëshira, mirësi dhe gjitha begatit e Allahu Dhul Gjelal qofshin mbi ju. Falënderime dhe lavdërime çdo mend që i takojnë vetëm Allahu Xhaleshanuhu, Xhelle Xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu Xhaleshanuhu, Xhelle Xhelaluhu, të cilin e falënderojmë pa janda çka ka në qiej, mes tyre dhe në tokë. Allahu Xhaleshanuhu, Xhelle Xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selam e nderuar vëllezër në këtë ditë xumaje, në ditën më të mirë në të cilën lindën dielli, bashkërisht kështu si jemi ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammed. Ati dhe familjes së tij të pastër dhe të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve dhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, sot vazhdojmë me komentin edhe me qasjen dhe disa ajeteve kuranore që kanë të bëjnë me gatishmërinë e besimtarit për të bërë gjithçka për Allahun Xhaleshanuhu, Xhelle Xhelaluhu, edhe me definicionin që ja jep Allahu Xhaleshanuhu se kush janë ata që besojnë edhe çfarë janë të gatshëm të bëjnë për Allahun Xhaleshanuhu, Xhelle Xhelaluhu, sepse vërtet një islam formal të cilin ne e promovojmë, por ne në jetën e përditshme pak argumentojmë dhe dëshmojmë për islamin tonë të sinqert, fatkeqësisht këtë e them me shumë keqardhje, sepse Islami i vërtet, dashur vëllezër, këtë kemi theksuar disa herë, po e potencoj përsëri që Islami i vërtet është në jetën praktike. Imani i vërtet dëshmohet me punë, jo me gojë. Ajo me gojë dhe me zemër është vetëm për të hyrë në Islam, ajo dëshmia, fjala e dëshmisë që ti u bëre musliman. Por fakti që ti u bëre musliman nuk ta garanton shpëtimin në botën tjetër nëse në jetën praktike ti nuk e dëshmon që je besimtari i sinqert dhe je muslimani i vërtet. Kam fjalën jashtë xhamisë, dashur vëllezër. Islami i vërtet është atje kur dalim prej xhumaje, jo kur hym xhumah. Islami i vërtet është kur dalim prej namazit sabahut, jo kur hym. Kur hym ta bëjmë obligimin që Allahu na ka bërë obligim. Më thonë, për atë ndona pyes, edhe pyetje e parë që do jetë normal do jetë namazi. Mirë po, një namaz i shoqëruar me vepra të këqija pastaj. Një namaz i shoqëruar me zili, një namaz i shoqëruar me urrejtje mes vëllezërve, mes kujshive, mes bashkëqytetarëve apo bashkëfçatarëve që i ke për rreth. Një namaz i shoqëruar me hudhjen e mbeturinave jashtë shtëpisë tënde në rrugic apo në rrugë. Një namaz me zënjen e kanalizimeve, do të thonë kalon një proc ujë pranë shtëpisë tënde ti hudhën gjithçka aty. Ky nuk është namaz. Kjo është një formalitet që ti mendon, jo se e rren Allahu, sa Allahu s'u rren se ai ta lexon damarin e zemrës, jo zemrën, damarin e zemrës ta lexon. Por ti mendon se Allahu do ta falje krejt këto gjëra tjera do t'i falje se ti bën namaz. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Rrehemi dhe gënjehemi nëse kështu e mendojmë Islamin, dashur vëllezër. Islami është 98.8% praktik. Ajo tjetra është vetëm hyrje teorike në Islam. Këtë e donë Allahu Xhaleshanuhu. Shkoni, ne kur e shohim për shembull gjendjen e muslimanëve sot në botë, sa të nënçmuar jemi, sa të pa dinjitet kemi mbetë si ummet, krejt puna është ke çështja e Islamit praktik, nuk është ke çështja e Islamit teorik, sepse ne elhamdulillah ke Islamit teorik ne i bëjmë 2 milion haxhi, krejt bien sejdë, krejt çohen. Islami teorik i mbushim xhamit për Bajram dhe për Xhuma. Kjo është Islami teorik. Me që na mungon a Islami praktik për jashta, në teren, ne jemi këtu ku jemi. Muslimanët në përgjithësi kanë lënë Kuranin pas, muslimanët në përgjithësi kanë lënë vazhrim mes njëri tjetrit,
urrejtja mes muslimanëve fatkeqësisht është shtuar më shumë se sa urrejtja ndaj të tjerëve që na bojnë zullum kështu më radh. Interesant. E urrejnë vllaun e vet musliman sikur me qenë jehudi, astagfirullah. Jo vlla musliman, vlla. Aq më tepër për kur flitet për vllaun biologjik, që ta ka lindur nana. Për 1 metër katror nuk flet vllau me vllau, shkoni. Nuk flet, është i dhëruar. Allahu dhul Gjelal nuk i ngritën veprat tona të mira, qoftë edhe namazi dhe gjithë shka tjetër, nuk i ngren nalt derisa ti ma atë të pajtojsh. Si ngre. Allahu çfarë thot? O të njeri, ti bëu mirë me shoqëri, me vllajën tënd, me xhamatin tënd, me bashkëtarët tënd, me koqshin tënd, bëu mirë. Për mu nuk është problem. A i thot një ndër cilësitë e Allahu dhul Gjelal çfarë është? Thot ke sifati dhati dhe thubutie nëse dikush i din këto. Thot një prej sifateve, cilësive të Allahu në shanu, që janë 12, thot ekziston nga vetvetiu. Allahu ka një cilësi shumë interesant. Qiyamun bi nafsihi. Qiyamun bi nafsihi. Kjo është një prej 12 cilësive. Ai ka 100 cilësi, por njëra prej këtyre 12 që ne i kemi mësuar edhe te hoxha në mektep edhe fëmijëve u mësojmë edhe në xhami, është qiyamun bi nafsihi. Ai ekziston nga vetvetiu, që do të thotë, o njeri, unë 0% kam nevojë për ti. Unë 0% kam nevojë për ti. Ti miliarda % ke nevojë për mua, se unë e hapi derën e xhennetit për ti, askush tjetër. Ose unë e mbylli. E shes si është kjo punë. Atëherë i dashur vëlla, Allahu çfarë na kërkon? Na kërkon që ne në terren për jashtë xhamisë të jemi konstruktiv, të jemi të vendosur. Jo jashtë xhamisë, për shembull, punë e Buxheli, brenda xhamisë punë e Bubekri. Nuk shkon kjo kështu. Kjo është kontrast. Kjo është një reflektim jashtëzakonisht negativ për ata të tjerët, kudo që jenë për shembull gurbetçit tan në Gjermani, qofshin në Zvicër, në Itali, kështu më radhë, kudo që janë. Nëse ata nuk reflektojnë atë pasqyrën e pastër islame edhe kuranore ndaj shefit gjerman, ndaj shefit italian, çfarë ka austriake kështu më radhë, atëherë ti i bën dëm islamit me të qenurit tënd muslimane. Dini këtë? Të jesh musliman edhe ti bësh dëm islamit. Si i bën dëm? I shkruan rrejshëm shefit, i shkruan një 3-4 saat tepër. Ai ka besimin grati, është gjerman. Ka besim, me që t'i shkruaj 7 orë, t'i shkruaj 10 orë. 3 sahat i shkruaj tepër. Do me thonë, është një vull për një 3000 vjetë në xhenem ma tepër, për të i stakfirullah. Edhe pse ti mendon vazhdimisht që punon ka i baushtelli me punë fizike pa alkohol, pa mish deri. A kjo është më e keqe se mish i derit? E dini? Të shkruaj sahat tepër, është më e keqe se alkoholi, zinaja dhe mish i derit. Pse? Kjo gënjeshtër. Si ka thonë pejgamberi sem kur e kanë pyet ja Resulullah. I kanë thonë ja Resulullah, filani vjedh, edhe thotë jam musliman. Ai ka thonë ndoshta e rre materializmi edhe mund të rrehet vjedh. Jo ka leje të vjedhë, jo. Po mund e rre materialja edhe vjedh. Po filani ban zina, ka ban zina, ku e di unë. Po mund të arreje epshi edhe e ka rejnë shejtani, ka ban. Ajo është prap musliman. Gjina prej gjinave të mdhaja, normal. Po ka thonë, filani rejnë. E ka thonë atëherat fjallën e artë të ti, këtë mbanja ment, as njerë më se haroni. El muslimu laje këdhib. Muslimani ka thonë nuk rejnë. Muslimani nuk rejnë. Pse nuk rejnë? Sepse ai që rejnë i bën pastaj krejt zezat tjera. Pse? Se çdo gjina dhe çdo krim dhe çdo mashtrim që njeriu e bën, me çfarë mbulon? Me rejnë. Qof fëmijë, qofti madh, po të vetë rejnë më shumë se të vogli. Të vogli janë shumë sinqert, fëmijët janë origjinal, si roboti, nuk din të rejnë ato. Qof kundër babës, qof kundër nanës, këti i tregojnë drejt. Me thonë, njeriu kur rejnë është më i dobët, më i ulët se fëmija.
Edhe më i keq sa i tjetri, mos them i fes tjetër. Muslimani nuk rren. E shifni, kjo është islami i vërtet, e disa problemesh mos rrejsh tash në këtë kohë dinamike. Shemu ma konkrete, kur i bie telefoni, edhe ajo është në kafe, ajo është në gostivartët, jam rrugës prej Shkupi, s'kam kohë se tash në ndalën policia. Hajde, dënë jam i ma varë, Shkup të jam. Kjo rren e madhe, më thonë, muslimani nuk rren dhe muslimani. A edhe nëse të thirin të pushkatojnë, thuj, ku je, s'ka problem. Se një dit do vdesish, edhe me pushkatim, edhe, do më thonë, i njëjti, edhe gjatë pushkatimit, edhe gjatë vdekjes në shtratin e vdekjes, Azraeli do vjetë a marrë shpirtin momentin që ketë saktu, mos u mërzit për atë. E prandaj Allahu Gjelal këtu që më pëlqej një pjesë e ajetit kuranor që thotë kështu. Muslimanët, kështu fillon ajeti kuranor, dashullet. Muslimanët dhe kështu. Wa minan nasi men yattakhidhu min dunillahi andada. Në kaptinën Bekare e keni ajeti numër 165. Ka njerëz, këtu flet për kohën e xhailietit, por kohë e xhailietit e dini, atë periudhën para islame dhe periudhën e fillimit të islamit, për ata njerëz të cilët ende e preferonin shirkun edhe kufrin karshi islamit, karshi paqes, karshi shpëtimit. Thot ka njerëz, wa minan nasi, njerëz, nuk thot as musliman as jo musliman, njerëz. Me yattakhidhu min dunillahi andada, që preferon të adhuroj më shumë zota tjerë se sa Allahu Gjeleshanu. Dhe më thonë, i adhuron idhujt. Sot, unë kështu e komentoj, nuk e di, dikush mund mos pejtohet. Dikush nëse ka shumë gajle punën, ka shumë gajle fitimin, ka shumë gajle suksesi, ka shumë gajle promovimin e vetë, ka shumë gajle famën e vetë, kjo është një lloj adhurimi zota tjerë për posë Allah, të dini. Allahu na ruaj. Për shembull, ti e bën alarmin për mos të ikje avionin sabah, nuk e bën alarmin për ta falë namazin e sabahut. Më thonë, ose del gjumi fiks kur duhet shkosh në punë, nuk del gjumi fiks kur duhet falet sabahut. Shifni, kjo çfarë është? Kjo është çështje, nuk është më çështje se mundesh ose s'mundesh. Do të thonë, kur don për në punë, ngrihesh, qohesh. Pa problem, edhe si robot, tak dhe shkon. Për 5 minuta bëhesh gati dhe shkon. Sa i shefi që të pipuna gji. E dini ato që punojnë në Zvicër, në Gjermani. Këtu këne, elhamdulillah, liberal jemi. E tash, këtu çfarë është problemi? Kjo problem prioriteti i thuan. Më thonë, të qohesh për Allahun, mos qohesh, ose të qohesh për punën, mos qohesh për Allahun. Më thonë, ti, Allahun e ke venduar në safin e ditë. Safin e ditë, do me thonë, në rend të ditë, jo në rend të parë. Punën e ke venduar në rend të parë. Do me thonë, kjo është një lloj adhurimi ndaj punës, stakfirullah. Nëse ti nuk del gjumi për sabah, a del gjumi për punë, atëherë ti më shumë adhuron punën se sa namazin. Kjo është saktë. Ose, kur e kem 5 fluturimin a jenë Shkup, fluturimin për, ku e di une, për në Evropë, ku shkon gurbet. Ti do qosh prej 2 gjisëm, sa gje 1 orë gjisëm do t'jesh para, e qef, 1 orë je, shefisani sa gajle ka dë një. 1 orë gjisëm qohet para, asun qohet para 5 minutat marë abdes. Që ma i freskët të falje sabah, jo të u likun, të të mirën men, duhet pak të dale gjumi si duhet. Edhe atë namaz me njerë, për të spik s'ka vakët, me njerë në dyshek fugët. Shifni, e kjo mo tash është çështje prioriteti, se njeriu nga natyra që Allah në ka krijuar, atë që e don, kjo ka punë edhe me epshin, me emocionin, me dashurin, djalë, vajzë, burr, grua, bab, fëmi, bab, dhe më thonë, nëse ekziston një dashuri e sinqertë, këto di për njëri tjetrin bëjnë çmos që mos t'i dhnohen kur, ashtu. Çmos bën njeriu, mos e idhnoje të dashurin, të dashurën, babën, nanën, djalin, vajzën, gruan e këtu. A bën çmos? Edhe çështja e besimtarit është kështu. Bile më e madhe duhet jetë karshi Allahu Gjeleshanu. Kia jetë kështu në mëson.
Shifni, ka njerëz që zota tjerë i duan shumë. Përpos Allahut, stakfirullah. Yuhibbunahum, sa i duan, këtu e përshkruan atë nivelin e dashurisë, sa i duan këto zotat e tyre. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ata zotat i duan si ju që e doni Allahun. Shifni, do të thonë, kjo periudha e këtij ajeti ka kalu para 1400 vjetëve. Unë e komentoj për 2026. Edhe do jetë valide deri në kiamet. E dini ju, Kurani është i përhershëm. Allahu njëherë ka folë Kurani usos për gjitha kohërat. Do të thonë, këtu mund ta komentojmë kështu. Materialistët ju i dini, shifnin në për portale, në për televizore, çfarë dalin, çfarë skandale bëjnë në emër të pasurisë, në emër të ndarjes së pronave vlla me vlla, baba i ka dhënë të madhit më shumë, dvoglit si ka dhënë hiç, dvoglit i ka dhënë më pak, ki vogli çohet e vretat madhin, shkon hapsane dhe baba si infrakte dhe usos mshel një familje, usos kjo punë, stakfirullah. Pse? Sepse këto i duan pasurinë, këto njerëz e duan pasurinë, nëse këtu flet i duan zotat, sot është e puna e materializmit. Ashtu ka thonë pejgamberi alayhis salam. Para se të vdesë ka thonë këtë fjalë, shumë e bukur e madhe është, për ta mbajtur si amanet gjithmonë në kokë. Për asgjë s'kam gajle, kështu e komentoj pak më thjesht. Për asgjë s'kam gajle për ummetin tim, kam gajle që mos i rrej pasuria. Për asgjë hiç. E shifni çfarë është bërë në Dubai atje, në Emirat, shifni, Abu Dhabi. Lexoja një të dhënë statistikore, megjithëse ndoshta mund mos jetë edhe për ta përmendur në xhami, por në këtë luftën 42 ditore Iran, Izrael, Amerikë që u bë, niveli i prostitucionit në Dubai dhe Abu Dhabi në vend që të ulej ishte rrit me disa përqind më tepër. Sa jo vend zinaje, dini, nuk o mirë shkoni. Nuk o mirë, vallahi. Nëse keni pare haram, shkon në Dubai dhe në Abu Dhabi. Nëse keni pare haram, shkoni atje. Nëse keni halal, shkon një umre bane, shkon një haxhillak bane. Nëse ose a be jepe zeqat, jepe sadaka, student kemi plot në elhamdulillah, kemi nevojtar, vazhdojnë shkollën, të krijnë në fakultetin, ndash shkencat islame, ndash nuto, ndash ku janë, s'ka problem, kudo, let mësoj. Këto pare mos i qoni. Shkoni, arrit niveli i zinas, i prostitucionit, në kohë luftë, o dashur vëllezër, në kohë luftës, ato ishin luftë, ashtu. Shifni. Më thonë, dashuria e madhe për materializmin ku të qonë, kjo është. Se, unë këtë e kam spjeguar, ndoshta disa herë tjera, pasurimi, dashur vëllezër, pasurimi, kur bosh i pasur, është si tehu i shpatës. Amonia sa i shpatës me 2 tehe që e pret edhe në gjatë edhe në meshtë. Pse është si tehu i shpatës? Thotë, nëse kështu e logjika islame karshi apo qëndrimi islam dhe i pasurisë. Nëse pasuria të afron që Allahu është bekim dhe bereqet. Dije këtë, të afron në namaz, të ta shton dhanjen, zeqatin, sadakan këtu. Kjo bekim edhe Allahu vazhdimisht do ta shtoje. Nëse pasuria të çon në haram, ti përmes pasurisë i shton normal ato shoqet. E shton kazinon, e shton ato, e shton arogancën. I shton pak firmën e kostumit, dhe më është ku kobos, nuk mame 600 euro kostum, jo, dhe shkuj do të marrësh 500 euro, se 3 pantull, para mendoho. Ose çorapët do i blejsh 50 euro, këmishën, kundra 600 euro, kështu më radhë. Nëse ti kështu vazhdon me pasurinë tënde, dije se Allahu është dal nga dal duke të dënuar me pasurinë tënde, qoftë ajo edhe halal, e fituar. Të dish. Kjo dënim është. Kjo dënim. Edhe ato që Allahu përmes pasurisë së tyre i dënon. Ne kemi sqaruar në netet e Ramazanit për Karunin kanë fol 7 net ndoshta 7 ligjërata.
Si e qoj pasuria Karunin në fundosje. Tokën ja hapi e mbylli komplet me gjithë pasuri. Umshet toka, mbet Karuni në ndhe. Sot e kësaj dite thuan djetarët që humbën dal nga dal në nën faqen e dheu. Me gjithë pasurin e vete. E shifni? Allah çfarë kërkon prej nesh? Kërkon që ne të duam Allahun më shumë se këto gjëra tjera këto që i duam. Se bën Allahu një krahasim që kjo ajet kuranor duhet me undal shumë. Ajeti numër 165 surën El Bekare. E shkoni këtë pjesën tjetër. Thot, ato e duan pasurinë edhe zotat e tyre që i kanë bë zotë, stakfirullah, kanë bë zota. Në emër të gradaçelave, në emër të biznesit me Izraelin, me Amerikën, me ato krejt, ja kanë kthyer shpinën komplet Palestinës, Aksas, Xhamis Aksa, e cila ditës pritet të prishet, fatkeqësisht që e them këtë, nuk janë parashikues, por i ndjekin ngjarjet. Aksaja është e treta mbas Qabes edhe Xhamis pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Keni dëgjuar një saudian që folën për Aksa? S'ka. Keni dëgjuar Emiratët të folin për Aksa? S'ka. Pse? Krejt e kanë shit kauzën islame që të kenë pasuri. T'jenë rahat. E shifni ku qonë pasuri. E kjo është ajo që ato kanë marë për zot pasurin. Kjo shirk është. Shirk është. Kjo politeizëm. Edhe pse është politeizëm modern. Modern është. Amon hiç nuk dallon prej shirku të shekullit të 7. A çfarë thot për besimtarin? Shkoni. Kjo është e bukur. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ata që kanë besuar ashaddu hubban lillah. Ata e duan më shumë Allah. Vetëm ata që kanë besuar e duan më shumë Allah. Askush tjetër hiç. E kjo është ajo sfida që na bën Allahu xhaleshanu. Unë këtë fjali duhet ndaj në 2 pjesë. Nëse pjesë e parë plotësohet, dashur vëllezër, walladhina amanu, shkoni, Allahu jep një deklarat universale me këtë. Kjo deklarat e madhe e Allahu xhaleshanu, që thotë walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Vetëm ata që kanë besuar e duan më shumë Allah. Ashaddu, fjala ashad, më shumë. Domethënë, më shumë se ata që kanë besuar, askush tjetër nuk e don Allahun si këto. Shef? Allah. Ashaddu hubb, Allahu ka përdorur fjalën e hubb. Arabisht, ato që lexojnë arabisht e din. Hubb është definicioni kulmi i ndjenjes së dashurisë që ndjen për diçka dhe për dikë. Allah ka përdorur fjalën hub. Ashaddu hubban, nuk ka më shumë se muslimanët që duan Allahun. Qetërkush. Walladhina amanu, edhe pse këtu nuk thot muslimanët, ata që kanë besuar më shumë e duan Allahun. E do i kthem përsëri asaj jetës praktike. Imani është për jashtë. Islami është brenda këtu. Islam, do falen, do lutemi, do e falim xhuman, do dalëm për jashtë, do hekem të spit ose nuk i hekem, do dalëm për jashtë. Këtu mbaroi Islami. Imani e që kënë zemrës, aty në zemër është një vulkan i madh që përzihen shumë gjëra. Përmendo, brenda në zemër është imani, rreth imanit në zemrës si atomi, elektronët, protonët. Brenda zemrës është imani, u kolla rreth zemrës çfarë janë? Jo dashuria për epsh, dashuria për pare, dashuria për mbizotrim, dashuria për dominim, është urrejtja, është zilia, është inati, janë krejt to e rumbullaksoj, krejt to e rrethojnë imanin. Imani duhet të ekzistojë këtu brenda. E kjo ndodhen krejt për jashtë atje. E shet çfarë lufte, edhe e shet pse Allahu është shpreh këtu alladhina amanu, ata që besuan, që kanë besuar e duan më shumë Allahun. Se sprova me madhe është në iman, nuk është në islam. Ti nëse is mund mos agjerojsh, e pagun ose puna. Nëse is mund mos shkojsh në xhillat, e pagun ose puna. Nëse is mund gips, do fanesh shtrim komplet. Ama nëse is mund, s'mund thush, s'un besojnë Allahun se jam is mund.
Ti në zemër është imani. E ky iman është ai që duhet të reflektoj si dielli që jep dritë dinjas, atë që për jashta. Nëse i ban dëm kujshis, i dashur vëlla, këtë ta them tash. Vëllai ta them me plot përgjegjësi, nëse ke diçka kundër, hajde të debatojmë jashta. Mos u fal, hiç mos u fal namaz. Jo, mos fal namaz. Pse? Se dëmton Islamin ti. Ai kush jetë thosh, e sheh për xhami del, an bën dëm. Nevojtore në qëtë para, su ka kitë. Jo, nëse i ban dëm kujshis, mos u fal, se na etiketon Islamin, i merr në qaf këtë gjemati, se ai do thotë çfarë thotë. Apo këto që shkojnë në xhami bëjnë dëm, stakfirullah. Shef, ai përgjithson, kjo iman është. E vetëm këto që nuk bëjnë dëm, këto janë që e duan Allahu më shumë. Kjo është Islami. Islami praktik është për jashta. Hudhën beturinën, i kum pa edhe në fshatin tim, edhe una për fshatën për qytet. Edhe muslimani nuk e hedh në beturinën. O i dashullah, nuk e hedh. Ai që ka iman, ai që don më shumë Allahun. Abe komunalia, lereve ti komunalia mund mos ketë benzinë jo naftë, vjeti marrë. Ti mos e hudh, mos u bën shtesë ba, nëse ka një grumull, ti i bën 2 grumulla në beturina. Muslimani nuk hedh beturina. Mbushje makinën aty, mbushje aty makinën, një në ellon futi, edhe ke kante në beturinave, ke kashi. Nëse është e frut, nëse është një korrub, diçkaje, hudhe, lirisht unë të them hudhe. Ajo dhe kalbe. Toka ka nevoj, sidomos në përfush, ka nevoj toka ushqehet prej mbeturinave, pemëve dhe perimive. Ama nëse janë gjëra që s'kalbe, një teneqe, keni lezu, një teneqe, deri në 300 vjet nuk kalbet. E dini, një teneqe, 300 vjet nuk kalbet. Do me thonë, 300 vjet sa herë që do e shohën njerëzit atë teneqe, ti ke vari të shkue mallkimi dhe gjinaj. Allah në rujt. Ne shohën të thjeshtë. Një kanaqeve ke pi kanaqen, e hudhër. 300 vjet gjinaj ke, 300 vjet të shkue gjinaj ke vari. Ama nëse se ke hudhë, 300 vjet do bëjnë me lajqet dua për ti që nuk e ke ndot tokën e Allahut dhe shanu, se pejgamberi alayhis salam ka thonë, e krejt planeti, krejt dinjonja është xhami. Allahu ma ka bën dinjon xhami. A ka thonë kështu pejgamberi alayhis salam? Hadith është. E si mund të hudhish mbeturina në xhami? Hajt. Si e kemi këtë xhami, e kemi edhe për jashtë të xhamin. A mund të hedhësh mbeturinë në xhami? A mund të hedhësh nevojtare në xhami, stakfirullah? Jo. Se to ka komplet planeti në xhami. Ne jemi të vetmit umet që mund të falemi gjithkundi. Ato tjerët vetëm kishe dhe në sinagogë, ne gjithkundi. Krejt planetit i quajtur tokë është xhami. Ruje xhamin tënde. Ruje si e ruan xhamin brenda edhe për jashtë. Allahu na fal gjithëve inshallah. Allahu na ruaj dhe na vetëdijsoft neve dhe fëmijët tonë, gjeneratat tona të mësojmë se kjo është Islami vërtet. Kjo është që ajo që thot Allahu Lëshanu, ata që besuan e duan më shumë Allahu. Ama që besuan. Imani i vërtet është, të reflektosh si namaz edhe për jashta xhamis, walillahi al-Fatiha.